A do të shkohet sërish në një ftesë të radhës drejtuar LDK-s, a ja vlen të dërgohet ftesë sërish LDK-s, zonja Feza, pas 3 refuzimeve ndoshta, nëse nuk e kam të saktë lutem më korrigjo. 3 refuzime nga Lidhja Demokratike e Kosovës për koalicion, apo momentumi ndryshon? Edhe këtë analizë duhet ta bëjmë vazhdim. Është tepër e rëndësishme që të kemi parasysh një gjë që vetëvendosja e ka shumë të rëndësishme që institucionet të funksionalizohen me njëherë edhe të vazhdoj puna e mirë. Qytetarët e kanë dhënë qëndrimin e tyre në raport me atë se kush duhet të jetë kryeministër i vendit edhe kush duhet qeverisë. Qeverisja e vetëvendosjes ka bërë punë të jashtëzakonshme edhe ato punë duhet vazhdojnë. Edhe në këtë drejtim, krejt hapat që do t'i marrim këtu e tutje do t'jenë në këtë linjë, pra që konstruktive, shtetëformuese, prandaj edhe sigurisht pas analizave të brendshme do të ketë edhe qëndrime për gjitha këto që po E qartë, kjo po na kufizon pak në diskutim zonja Feza për të shkuar në pyetjen e fundit për sot. Pra, keni qenë deputete e legjislaturës ndoshta shumë jetë shkurtër të kaluar, po besoj që do të jeni sërish pjesë e legjislaturës së ardhshme, cilat puna kanë mbetur në gjysmë në kuvend, përveç normalisht emergjencës që e dim që duhet jetë konstituimi i kuvendit, por hajde po e them që po bëhen të gjitha për një herë, cilat na kanë mbetur në gjysmë. Ka shumë punë që kuvendit i kanë mbetur në gjysmë, ka shumë ligje të cilat duhet të amandamentohen, ka shumë ligje që kanë qenë në monitorim, sepse një prej funksioneve tepër të rëndësishme të kuvendit është edhe monitorimi i zbatimit ligjeve. Ka shumë ligje të cilat kanë qenë pjesë e agjendës legislative, të cilat do të vinin në kuvend për të miratuar plot prej tyre edhe për herë të parë. Ka shumë agjencione të cilat i përgjigjen direkt kuvendit dhe ju dini edhe për shkak të legislaturës së 9 nuk kemi mundur akoma të kemi takime raportuese siç i mbajmë zakonisht ne në komisionet funksionale me ato mekanizma për të parë punët e për të siguruar që ofrojmë mbështetjen e nevojshme si kuvend. Ka pra shumë punë që e presin kuvendin